Deklarata e kryetarit të Komisionit për Reformën Territoriale, Arbian Mazniku, për mundësinë e përfshirjes së Bashkisë Prenjas në Bashkinë Librazh, ka shkaktuar reagime dhe kundërshtime të forta në qytet. Qytetarët, pavarësisht bindjeve politike, shprehen kundër një ndryshimi të mundshëm territorial, duke argumentuar se një vendim i tillë do të cënonte identitetin dhe përfaqësimin e Prenjasit. Kemi një histori, kemi një identitet që ne qytetarëve të këtij qyteti na dhem. Këtë reformë territoriale e propozuar tani e shoh të shpejtuar dhe kërkoj disi përgjigje ku janë argumentet pozitive që këtë reformë e cilësojnë që do të bëhet ky lloj bashkimi. Prenjasi ka traditat e Rajcës, se këtu me Rajcën bëhet Prenjasi. Është gabimi më i madh tiki bashkia në Librazh. Ne as historia, as kultura, as tradita nuk na pik me pjesën për te hotelistit. Kemi një jetë të tërë që banojmë këtu, i kemi të gjitha resurset tona këtu, jetojmë me tërë të mirat tona që kemi këtu, dhe zbuan pse të na qojnë ande, pse të na shkëputin neve, pse të na heqin, pse të na bashkojnë. Familjet sa më shumë të jenë të ndara, aq më ekonomike janë vetë. Për mjekësi, për doktorat, për spital, vemi Librazh. Edhe na shkon rrugën e poshtë përpjet, tani të vemi për një firmë, të vemi Librazh. Ja vllai, kemi bashkinë këtu ne. Kemi popullatën tonë, kemi vendin tonë. Kundërshtimet janë shprehur edhe në rrjetet sociale, ndërsa pritet të nisë mbledhja e firmave për një peticion kundër bashkimit të mundshëm me Librazhdin. Banorët theksojnë se Prenjasi ka një histori dhe identitet të konsoliduar si bashkim vete, ndërsa zona e Rajcës, pjesë e saj, përfaqëson një pasuri të rëndësishme natyrore dhe historike, përfshirë territorin e parkut kombëtar të Shebenik Jabllanicës.